Nga Franca drejt Shqipërisë me një mision që ka përcjellë mijëra kilometra për të sjellë buzëqeshjet e fëmijët. Antarët e organizatës Europe Aid kanë mbërritur me dhurate të shumta të dedikuar për fëmijët. Ky rrugtim humanitar u konkretizua fal bashkëpunimit me Bashkinë e Shkodrës dhe Drejtorinë e Shërbimit Social përmes një aktiviteti të përbashkët plot energjie e lojra, pajisjet edukative, lodra dhe mitet e tjera shkollore u shpërndan për fëmijët e qendrës komunitare Xizollonjat. Sot jemi në qendrën multifunksionale Xizollonjat të Bashkisë Shkodër, ku organizohet një aktivitet në bashkëpunim me organizatën Arsis dhe Europe Rapid, e cila është një organizatë nga Franca. Sot kanë ardhur një grup i madh vullnetarësh nga kjo organizatë, të cilët lëvizin nëpër disa vende të botës dhe këtë vit do të lëvizin në 4 vende të botës. Pas nesh do të jenë në Maqedoninë e Veriut, në Greqi dhe në Bullgari dhe bëjnë iniciativa të ndryshme, grumbullojnë materiale të ndryshme shkollore për fëmijët e qendrave komunitare të ndryshme, gjithashtu edhe sensibilizojnë të rinjt për vullnetarizëm. Normalisht që ne mirëpresim bashkëpunimet jo vetëm organizata, por edhe me të rinjt, edhe vullnetarë, edhe të tjerë, që të shtojmë sa më shumë gamën e shërbimeve, të shtojmë mbështetjen për kategoritë më vulnerabël, për mbështetjen e fëmijëve, për mbështetjen e target grupeve të cilët ne punojmë në Bashkinë Shkodër. Ne po organizojmë një tur në Europë, ku po sjellim disa dhurata të ndryshme për fëmijët. Ne do të ndalemi në 4 vende, si Shqipëria, Bosnia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Ne kemi sjellë dhurata për fëmijët, mjete shkollore, tesha dhe këpucë, gjithashtu edhe paramedikamente. Kjo nisëm solidariteti jo vetëm plotson nevojat materiale të fëmijëve, por përcjell edhe një mesazh të fortë mbështetje e dashurie.